Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndjekim informacionet e përgatitura. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është zyrtarisht kandidati vetëm për drejtimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 23 majit. Ai është pyetur për mungesën e garës së brendshme në parti. Berisha e cilësoi procesin aktual si demokratik dhe transparent. Sipas tij, çdo kandidat duhet të plotësojë kriteret statutore. Kryetari aktual i Partisë Demokratike Sali Berisha është konfirmuar zyrtarisht si vetmi kandidat në garën për drejtimin e kësaj force politike në zgjedhjet e 23 majit, pas përfundimit të procedurave të verifikimit nga Komisioni Zgjedhor i Partisë. Në një komunikim online me qytetarët, Berisha u pyet për mungesën e garës së plot brenda Partisë Demokratike dhe faktin që nuk ka kandidatë të tjerë konkurrues. Ai u shpreh se Partia Demokratike sipas tij garanton një proces të rregullt dhe demokratik, duke theksuar se zgjedhja e kryetarit nga ndarësia përbën formën më të lartë të demokracisë së brendshme. Sipas kreut Partisë Demokratike, kjo forcë politike ka garën më të ndershme dhe formën më demokratike të garës që mund të ekzistojë. U shpalli burgosur politik sepse ishte për kohën që qëndroi në burg, por në burg e shiti vetën. Ata që kanë mbajtur qendrim që përfaqësojnë pushtetin, lidhjet me pushtetin, ata të cilët kanë punuar kanë qenë kundër në fushat elektorale kundër Partisë Demokratike, ata s'kan dhe s'do kenë vend ndonjëherë në Parti Demokratike. Sa i përket garës brenda partisë, kreu i Partisë Demokratike do të pranohet, tha se do të prandohet çdo kandidat që plotëson kriteret e përcaktuara në rregullore. Për të kandiduar për kryetar partie, duhet të plotësosh disa kritere të caktuara dhe të pranuara. Në rast se je jashtë këtyre kritereve, mund të kandidosh për poste të tjera në deg apo diku tjetër, por nuk mund të kandidosh për kryetar të Partisë Demokratike në një kohë kur nuk ka asnjë kontribut qendror relevant të njohur nga partia. Nuk e bën kërkush sepse e bën qesharake garën i dashur lek. Një ditë më parë, Komisioni Zgjedhor i PD-s skualifikoi disa kandidatura, mes tyre Mereme Selën dhe Vladimir Mulajn, me argumentin se nuk plotësojnë kriteret e kërkuara, ndërkohë disa emra të tjerë nuk janë marrë në shqyrtim, pasi sipas partisë nuk janë anëtar të PD-s dhe nuk gëzojnë të drejtën për të kandiduar. Procesi zgjedhor në PD pritet të kulmojë në 23 maj, kur anëtarësia do të shprehet për drejtimin e ri të partisë për 4 vitet e ardhshme. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani ka reaguar ndaj deklaratave të Sali Berishës për garën në Partinë Demokratike. Ai akuzon kreun e demokratëve për bashkëpunim me qeverinë dhe përfitime personale. Retorika mes palëve është ashpërsuar ndjeshëm. Debati vjen në prag të zgjedhjeve për drejtimin e partisë. Tensionet brenda Partisë Demokratike janë thedhuar më tej pasi ish deputeti Ervin Saliani ka reaguar publikisht ndaj deklaratave të liderit të saj Sali Berisha lidhur me kriteret për kandidatët në garën për drejtimin e partisë. Reagimi i Salianit vjen pasi Berisha u shpreh se nuk mund të pranohen kandidat që sipas tij ka lidhje me kryeministrin Edi Rama. Në përgjigjen e tij, Saliani përdori një gjuhë drejt për drejt dhe akuza të forta, duke pretenduar se vetë Berisha ka përfituar nga marrëdhëniet me qeverinë dhe ka bashkëpunuar me të për interesa personale. Ai e vënë kontrast pozicionin e tij duke theksuar se ka përballuar pasoja ligjore, ndërsa sipas tij Berisha ka përfituar ekonomikisht nga sistemi aktual. Në vijim ish deputeti shtron akuza edhe për lidhjet e supozuara të Berishës me figura të rëndësishme të qeverisë, duke përmendur përfitime në tendera, leje dhe projekte të ndryshme. Me ballukun ti Sali merr leje, licenca e tendera, por unë zhurmoj, o zoti fosil, ballukun dhe Agasi nuk i bashkoi dot Rama, jo unë. I vetmi që i ki bashkuar në një formë jeti, se paguheshe nga të dy, edhe nga Agasi edhe nga balluku, prandaj nuk i nxjerr dot të dosjet e të dyve. Publikoi të plot Afrikacak, ti Sali për lekshet dhe shpirtin, nuk të mjaftojnë koncesionet, lejet, kullat, tenderat, minjerat, hidrocentralet, parqet, bregdeti edhe malet që po i shyen bashkë me Ramon, dhe për të përfituar këto nuk e asnjë merak të legenosesh. Ai e fajson Berishën për lidhje me Ramon dhe për pengimin e tij në kandidim. Unë nuk ja fal as Ramos dhe as ty, një vit heqje lirie, as heqjen e mandatit dhe as ndalimin e kandidimit. Njësoj si Rama dhe ti, ai më ndaloi kandidimin për deputet, ti për kryetar. Në përfundim të reagimit, ai paralajmëron se përballja politike do të vazhdojë, edhe se sipas tij, si Berisha ashtu edhe kryeministri Rama do të mbajnë përgjegjësi politike për situatën aktuale. International Democracy Union ka miratuar një rezolutë të re për Shqipërinë, ku ngrihen shqetësime për zhvillime demokratike në vend.
Dokumenti pasqyron problematika në zgjedhje, drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit. Sipas tij, progresi drejt Bashkimit Evropian mbetet i kushtëzuar. Thirrje bëhet për reforma dhe rikthim të standardeve demokratike. Bashkimi Ndërkombëtar Demokrat, International Democracy Union, ka miratuar rezolutën e tij më të fundit për Shqipërinë, duke adresuar një sër shqetësimesh që lidhen me funksionimin e demokracisë dhe institucionet në vend. Në dokument theksohet se zhvillimet e fundit kanë ndikuar negativisht në perceptimin për standardet demokratike, ndërsa Shqipëria përshkruhet si një sistem me element të fortë kontrolli politik mbi proceset zgjedhore. Referuar dhe vlerësimeve të institucioneve ndërkombëtare, rezoluta nënvizon përkeqësimin e perceptimit për korrupsionin dhe mungesën e përgjegjshmërisë në nivelet e larta të qeverisë. Sipas IDU-s, këto problematika përbëjnë pengesë serioze për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Dokumenti vën në dukje se ritmi i integrimit është ngadalësuar, duke përmendur si faktor ndikues ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë institucionale dhe dyshime për lidhje me zyrtarëve dhe krimit organizuar. Në fokus është vendosur dhe mungesa e rezultateve konkrete në ndjekjen penale të korrupsionit në nivelet e larta, si dhe problematika në menaxhimin e fondeve publike dhe procedurave të prokurimit. Rezoluta trajtojnë gjithashtu çështjet e sigurisë, duke paralajmëruar për rritjen e ekspozimit ndaj ndikimeve të jashtme, veçanërisht nga aktorë si Rusia dhe Kina. Sipas dokumentit, këto ndikime shfaqen format hibride, përfshirë ndërhyrjet kibernetike dhe përpjekjet për destabilizim institucional. Sa i përket proceseve zgjedhore, IDU vlerëson se ato nuk kanë arritur standardet ndërkombëtare, duke evidentuar përdorimin e burimeve shtetërore, presionin ndaj votuesve dhe përfshirjen e elementeve kriminal. Në këtë kuadër kërkohet një reformë e thellë dhe gjithëpërfshirëse, si dhe zbatimi i rekomandimeve të OSBE-s ODIHR. Edhe sistemi i drejtësisë përmendet si një tjetër pikë problematike ku theksohen vonesat në shqyrtimin e çështjeve dhe perceptimet për drejtësi selektive, përfshirë ndjekjet penale me motive politike. Në përfundim, International Democracy Union thekson se ecuria e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian do të varet nga garantimi i zgjedhjeve të lira, forcimi i shtetit të së drejtës dhe respektimi i pluralizmit politik, duke i bërë thirrje institucioneve shqiptare të rikthejnë balancat dhe kontrollin demokratik. Ilir Meta ka reaguar nga paraburgimi pas rezolutës së Bashkimit Ndërkombëtar të Demokracisë. Ai ka cilësuar dokumentin si një mbështetje për opozitën dhe integrimin evropian të vendit. Meta akuzon qeverinë për presion ndaj drejtësisë. Reagimi i tij u publikua në rrjetet sociale. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka përshëndetur nga paraburgimi rezolutën e miratuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Demokracisë, duke e cilësuar atë si një dokument që pasqyron sipas tij situatën e rënduar politike dhe institucionale në Shqipëri. Në reagimin e publikuar në rrjetet sociale, Meta shprehet se rezoluta evidenton problematika që lidhen me funksionimin e shtetit të së drejtës, procesin e integrimit evropian dhe klimën politike në vend. Ai theksoi se dokumenti sipas tij ngre shqetësime për ndikimin politik në sistemin e drejtësisë dhe për mënyrën e funksionimit të institucioneve. Meta vlerëson mbështetjen e IDU-s për integrimin evropian të Shqipërisë, ndërsa akuzon qeverinë për pengimin e këtij procesi dhe për presionin ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve. Ai përmend gjithashtu atë që e cilësoi si përndjekje politike ndaj drejtuesve të opozitës. Në reagimin e tij, Meta falenderon delegacionin shqiptar të pranishëm në forumin e IDU-s, të kryesuar nga Sali Berisha, duke e cilësuar pjesëmarrjen e tij si të rëndësishme për përfaqësimin e opozitës shqiptare. Ai ndalet dhe të çështja e tij personale ligjore, duke konsideruar arrestimin dhe procesin ndaj tij si të drejt dhe në kundërshtim me parimet e prezumimit të pafajësisë dhe të drejtave të njeriut sipas interpretimit të tij. Reagimi i Metës vjen në një kohë kur debati politik në vend mbetet i tensionuar, ndërsa çështjet e drejtësisë dhe raportet mes institucioneve vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes publike. Një operacion i gjerë antidroge është zhvilluar në Elbasan dhe zonat përreth, duke çuar në arrestimin e 10 personave. Aksioni u shtri në Përrenjas, Librazh dhe Elbasan në drejtimin e prokurorisë. Në total janë lëshuar 26 urdhër arreste, ndërsa hetimet kanë zgjatur rreth 10 muaj. Policia ka sekuestruar sasi të konsiderueshme lëndësh narkotike dhe para të dyshuara nga aktiviteti kriminal. Policia e Elbasanit, në bashkëpunim me forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe në drejtimin e prokurisë, ka finalizuar një operacion të gjerë antidrog në orët e para të mëngjesit të së shtunës, duke goditur një rreth të shpërndarjes së lëndëve narkotike në disa zona të qarkut. Aksioni është zhvilluar paralelisht në Përrenjas, Librazh dhe Elbasan, ku janë vënë pranga 10 persona gjatë operacionit të fundit, ndërsa 8 të tjerë janë ndaluar më herët në kuadër të njëjtit hetim. Sipas burimeve zyrtare, janë lëshuar gjithsej 26 urdhër arreste, ndërkohë që një prej të dyshuarve i mitur do të ndiqet në
në gjendje të lirë. Gjatë kontrolleve të ushtruara në disa ambiente dhe objekte të ndryshme, policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale rreth 8 kg kanabis sativa, 100 gram kokain, si dhe shumë parash që dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti i palishëm i shpërndarjes së narkotikëve. Ky operacion vjen në vijim të aksionit të mëparshëm të Goduar Rjeti dhe Tembulli, ndërsa hetimet për këtë çështje kanë nisur rreth 10 muaj më parë. Burimet zyrtare bëjnë me dije se në kuadër të hetimeve janë përdorur edhe agentë infiltruar, ndërsa aktiviteti kriminal është dokumentuar përmes pamjeve filmike. Autoritetet theksojnë se kontrollet vijojnë në terren me fokus identifikimin dhe goditjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet, si dhe në parandalimin e përhapjes së lëndëve narkotike në zonë. Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimeve të karburanteve në tregun vendas. Nafta dhe benzina do të shiten më lirë si në pakicë ashtu edhe në shumicë. Vendimi reflekton luhatjet e tregjeve ndërkombëtare. Autoritetet paralajmërojnë masa për subjektet që nuk e zbatojnë. Një ulje e re e çmimeve të karburanteve është reflektuar në tregun vendas pas vendimeve të Bordit të Transparencës, i cili ka përcaktuar çmime më të ulta për naftën dhe benzinën në përputhje me zhvillimet në bursat ndërkombëtare. Sipas vendimit, çmimi i naftës në pikët e tregtimit me shumicë është ulur në 2 lekë për litër, duke zbritur në 206 lek nga 208 lek që ishte më parë. Ndërkohë, në tregun me shumicë, nafta nuk do të mund të tregtohet mbi nivelin e 194 lekëve për litër. Edhe benzina ka pasur një ulje se më të lehtë me 1 lek për litër. Çmimi maksimal i saj në pikat e shitjes me pakicë është përcaktuar nga 184 lek për litër, ndërsa në shumicë nuk do të kalojë 172 lek për litër. Vendimi i bordit ka hyrë në fuqi nga kjo e shtunë dhe do të mbetet në zbatim deri në mbledhjen e radhës, ku pritet të rivlerësohet çmimi në varësi të ecurisë së tregjeve ndërkombëtare të naftës. Autoritetet kanë paralajmëruar operatorët se tregtimi në produkteve të naftës për zbatim rigoroz të këtij vendimi, duke theksuar se çdo shkelje do të shoqërohet me masa ndëshkuese deri në pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara. Policia e Durrësit ka goditur një tjetër rast prostitucioni duke arrestuar një 24 vjeçare nga Brazili. E reja dyshohet se ushtronte aktivitetin në një ambient të marrë me qira në lagjen numër 4. Gjatë operacionit u proceduan edhe 3 klientë shqiptar. Ndërhyrja u realizua me ndihmën e zjarfikses, pasi ajo refuzoi të hapte derën. I tjetër rast i ushtrimit të prostitucionit është goditur nga policia në Durrës, ku në pranga ka rënë një 24 vjeçare me origjinë nga Brazili. Sipas burimeve zyrtare, reja kishte marrë me qira ambiente në lagjen numër 4 në qytetin Bregdetar, të cilat i kishte përshtatur për zhvillimin e këtij aktiviteti të palishëm. Operacioni policor u zhvillua pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, ndërsa një ndërhyrjes u konstatuan në ambiente dhe 3 shtetas të tjerë shqiptar, të cilët u proceduan penalisht në gjendje të lirë si klient të dyshuar. Gjatë kontrollit, uniformat blu sekuestrua një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga prostitucioni, një pasaport dhe 2 aparate celulare që pritet të shërbejnë si prova materiale për hetimin. Ndërhyrja e policisë u bë në mbështetje të shërbimit zjarfikës, pasi 24 vjeçaria refuzoi të hapte derën efektivëve, duke detyruar autoritetet të ndërhyjnë me forcë për të hyrë në ambient. Materialet procedurale janë referuar prokurisë për veprimet më të mëtejshme, ndërsa policia thekson se kontrollet për goditjen e rasteve të prostitucionit dhe aktiviteteve të tjera të palishme do të vijojnë në të gjithë territorin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar buxhetin dhe kalendarin për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. Fushata zgjedhore do të jetë e shkurtuar, vetëm 10 ditë. Procesi përfshin afate të ngjeshura për regjistrimin e partive dhe votuesve. Zgjedhjet vijnë pas një krize të re politike në vend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka miratuar zyrtarisht kalendarin zgjedhor dhe buxhetin për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit, të cilat mbahen për të tretën herë brenda një periudhe prej 16 muajsh. Për organizimin e procesit zgjedhor janë parashikuar rreth 10.800.000 euro. Sipas vendimit, fushata zgjedhore do të niset më 28 maj dhe do të zgjasë vetëm 10 ditë e disa orë, duke përfunduar një ditë para votimit. Ky afat i shkurtuar synon administrimin më të shpejtë të procesit në një situatë politike të tensionuar. KQZ ka përcaktuar gjithashtu një sër afatesh procedurale. Nga 2 deri më 10 maj do të pranohen aplikimet për certifikimin e subjekteve politike dhe iniciativave qytetare, ndërsa listat e kandidatëve do të dorëzohen deri më 12 maj. Më 16 maj është planifikuar hedhja e shortit për renditjen në fletvotim, ndërsa deri më 8 maj pritet emërtimi i komisioneve komunale zgjedhore.
Lista e qendrave të votimit do të publikohet me 5 maj, ndërsa për qytetarët jashtë vendit regjistrimi do të jetë i hapur nga 6 deri më 17 maj. Votimi me postë do të zhvillohet nga 25 maj deri më 6 qershor, ndërsa votimi me përfaqësi diplomatike është caktuar për 6 qershor. Brenda vendit, qytetarët do të kenë mundësi të verifikojnë dhe korrigjojnë listat e votuesve nga 6 deri më 18 maj. Zgjedhjet vijnë pas një krize institucionale të shkaktuar nga pamundësia për zgjedhjen e presidentit brenda afatit kushtetues, çka çoi automatikisht në shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e procesit të ri zgjedhor. Situata ka përshkallëzuar përplasjet politike mes partive me akuzat që ndahen mes bojkotit dhe mungesës së bashkëpunimit institucional. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.